ne po flisnim për Kosovën, për krahasimin midis mjedisit në mediatik dhe artistik në Shqipëri dhe në Kosovë, për të ardhur tek pjesa e medias, ti muajt e fundit ke qenë e pranishme në RTV 21 në Kosovë me atë emisionin mjaft të këndshëm. Unë kam ndjekur edhe për kuriozitet disa puntate. 21 gradë. 21 gradë. Isha e ftuar sepse thash kam pas edhe bashkëpunime të tjera me televizionin 21. Edhe thash okay, po shkoj ta mas veten ku jam me publikun e Kosovës. Edhe realisht jam shumë e lumtur e gëzuar që në të katërta anët në Kosovë është ndjekur emisioni edhe më kanë shkruar pafund se ky target grupi që po flas unë janë prindrit tan, janë më të rritur, janë një brez pak më i rritur që televizionin e kanë pronë të veten, që nuk e lëshojnë pultin. Edhe domethënë ka marrë përgëzime dhe shoqet kur merr janë telefon tezet e tyra, po të kam parë, do të ndjek, ja sonte mezi po pres të shoh. E pash edhe në klikueshmëri, edhe në interes që ka pasur publiku. Ka pasur goxha. Po, ka pasur një interes edhe... Ti the për pranimin në aspektin artistik, po në aspektin mediatik, disa krahasime midis Kosovës edhe Shqipërisë. A është botë e egër televizioni në Shqipëri? Ose në Kosovë. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë ekziston e njëjta gjë, që është i egër. Por në tregun e Kosovës do doja që të futeshin pak më shumë gazetarë të mirëfillt, qoftë ata në prezantim, qoftë ata në të shkruar, jo se s'janë, por do doja shumë më shumë profesionalizëm, sepse ata janë shumë punëtor, televizionet kanë pafund, kanë shumë televizione dhe të gjitha televizionet kanë programet e tyre dhe ndiqen nga të tërë. Kjo i mungon pak që të ketë vajza me një shprehi dhe oratori pak më të shpejtë, sepse këtë e kërkon media, e kërkon edhe televizioni edhe radioja, edhe po, kjo. Është e vërtet. Supozojmë se mund të vazhdosh. Vazhdo, jo të lutem. Jo, do doja meqense ma bëra atë komplimentin që jam i ëmbël edhe unë. Po të hajde. Sot kemi sjellur paqen të dy. Nuk kemi kaq paqësor gjithmonë, Ariola. Kam përshtimin që është katalizatori i paqes. Po. Është katalizatori i paqes. Unë kur ikat e 21-shi, më rrinte graniti kështu si çuni mirë dhe unë gjithmonë që po e gjuaj edhe në tret mame. Moj çka ke me djalin tha se po del shumë tuar, tha, po del shumë keq vërtet, tha, s'ka bëu asnjë gjë. Edhe unë që i them, ore, do bëjmë një strategji, thash se ti s'po ma kap strategjin. Do bëhemi, thash, sikur jemi polje të kundërta. Unë po bëj personazhin negativ, ti vazhdo bëje personazhin pozitiv. Po, kështu është larmërishmëria e programit. Njëri të jetë pozitiv, tjetri të jetë pak më pikant. Edhe ne përpiqemi kështu të ndonjëherë na shket situata, po. Mua më ngacmoni sa të doni, jam e hapur, nuk Ke një letër të bardhë, të jepet një stilolaps për të shkruar 3 gjëra që të karakterizojnë ty, me cilat ti do ta lidhje imazhin tënd si Ariol. Çfarë do shkruaj? Po, e theksova, jam njeri shumë i dashur, shumë i sinqert edhe kam ekstremin pastaj që nuk kthehem, nuk bëhem më as e mirë as e dashur. Cili është vesi yt më i keq? Vesi më i keq cigaria. Okej, po tenton ta lësh. Ky është më i keqi që kam. S'kam vese të tjera. Vese kështu paçin gjithë, domethënë, kanë vetëm cigaren. Po, vetëm cigaren kam, se nuk jam ndonjë alkoldashse e madhe. Lëndët narkotike jo kur dhe them jam shumë ekstremiste në këtë pjesë, edhe kur ju them fëmijëve të mi alkool, drog dhe cigare kur kështu e prer këto 3 gjëra mos mi bëni, të tjera të bëjni të gjitha. Dgjoj, ç'a ndodhi me atë shtëpinë? Atë shtëpinë që u bë e madhe ajo shtëpia. O zot, më pëlqen fakti që jam akoma në qendër të vëmendjes për shtëpinë. Për shtëpinë kam thënë, them, e kam marrur, edhe e kam marrë. Është e imja. Është një pronë dhe është e imja. Dhe ma kanë dhënë. Ku ka më mirë? Dhe me këtë treg të vështirë që është bërë këtu. Po me këtë treg të vështirë që është bërë, vallai, as cepën e banjës nuk do mund ta blija. Për çfarë flasim tjetër? Na tha diçka Ariola, për në lidhje me projektet e së ardhmes, në lidhje me duket bënim fjalë për Kosovën kur po flistim gjatë pushimit. Ju thash që jam në master, jam produksion, po masterizohem për produksion.
Edhe kam disa projekte, një televiziv sigurisht, është rrugës, po duke i treguar gjërat nuk më hecen ashtu siç dua. Mirë, ti trego gjërat që ke përfunduar, po themi. Po, akademinë e kam përfunduar, akademinë Ariola Demiri Akademi, që ofron kurse aktrimi për fëmijë dhe të rritur. Në Prishtinë. Në Prishtinë, po. Edhe kjo është. Ka filluar të hecë shumë mirë këtë temë. Do bësh edhe gjëra të tjera të bukura për fëmijë. Po, do bëj edhe gjëra të tjera të shumë të bukura për fëmijë. I kam në fokus fëmijët. E kuptova. Duke qenë se dhe shumë produksione për fëmijë në përgjithësi këtu nuk kanë hapësirën mediatike shqiptare. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Mungojnë, por dëshira ime dhe fokusi im është që të rikthej fëmijët në qendër të kinemas. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme në fakt. Shpresoj që t'ja dal. Sepse edhe ne po kryqëzojmë gishtat që do të shkojë. Do shkoj shumë mirë. Jam e bindur që do shkoj shumë mirë. Beson te syri keq? Jo, nuk besoj te syri keq. Po ke filluar beson te horoskopi, këtë e kuptoj. Nuk besoj shumë te syri keq sepse un për shembull fëmijët e mi kam ekspozuar shumë herët un kam motrat e mia asnjëra nga të dyja. Ti nuk guxon t'ja nxjerrësh fëmin në Instagram apo Facebook, bëhet luftë. Dhe domethënë unë e hedh, bëj timen dhe pastaj e heq. Edhe pastaj bën hajt. Është kështu. Jo, nuk bëj hajt, e heq. Bëj hajt më mirë. E di ç'a ndodh me këtë rast, ndodh që sa të zë gripi I parë, ja, se kishte nxjerr foton në Instagram. Dhe motra ime thot, sa ma nxjerr djalin ti gjithë natën temperaturë. I kam nxjerr fëmijët, them edhe s'kam pasur temperaturë. Kemi dëgjuar të gjithë një gjë të tillë në ndonjë rast. Unë besoj te energjia e mirë dhe energjia e keqe. Kur njerëzit kanë energji të keqe, jam si skaner për shkak të Virgos, e detektoj menjëherë një energji që nuk më pëlqen. Kjo ndodh shumë shpesh, besoj të gjithëve ne. Po, ata që kanë ka njerëz që duket sikur nuk po të bëjnë asgjë të keqe, po duket sikur ta vjedhin energjinë. Janë dry energy disa njerëz, ta thithin se ta shkirojnë. Po. Ta marrin, ta heqin nga vetja dhe ti pastaj direkt e ndjen veten të lodhur edhe. Edhe te kjo besoj më shumë, te energjia dhe kur njerëzit kanë këtë lloj energjie që se ndoshta e kam edhe unë edhe se di tani mos të flasim po. Jo, nuk duket kështu, se ndryshe s'do kishim të një nga gjatë. Mirë, Ariola, ti kështu shkon shef filma, për gjithë sigur ke kohë të lirë, po themi. Po. I ndjek. Po i ndjek. Ja, se edhe ne do të sugjerojmë ja dy filma shumë interesant. Tani kemi dy sugjerime dhe Kinemasin e Plex, sigurisht. Dy sugjerime shumë të mira për datën 4 dhjetor, pikërisht nesër shkoni në Kinemasin e Plex, blini biletën, zini ulsen tuaj, sepse duke nisur nga nesër 4 dhjetor 2025 vjen filmi Mother me regji të Teona Strugar Mitevskas. Për çfarë bën fjalë? Filmi Mother bën fjalë për Nën Terezën. Bën fjalë për 7 ditë të Nën Terezës në një manastir në Kalkuta përpara se ajo të niset për misionin që do ta bëj të famshme në mbar botën dhe do ta bëj Shën Tereza praktikisht krenarin ton kombëtare. Nga nesër 4 dhjetor në Kinemasin e Plex filmi Mother dhe tjetër, nuk është vetëm filmi Mother. Nga nesër në Kinemasin e Plex data 4 dhjetor vjen filmi Five Nights at Freddy's, dyshi, një film horror me regji të Emma Tami, një film I cili do t'ju rikthej tek Freddy, fenomeni I suksesshëm I Blumhouse. Five Nights at Freddy, bazuar tek seriali I Scott Cawthon, u kthye në filmin më fitimprurës të vitit. Tani fillon një kapitull I ri tronditës tmeri animatronik. Për gjithë ju që pëlqeni filmin thriller dhe horror, mos harroni. Five Nights at Freddy's, dyshi nga nesër në 4 dhjetor në Kinemasin e Plex. Ariola, ti si ke marrëdhëniet me filma? Çfarë zhanri të pëlqen më shumë? Dikur kam qenë e dashuruar pas filmave horror. Është e çuditshme se si më ka ndruar dhe tani jam o komedi o romancë. Domethënë nuk shoh asnjë gjë tjetër. Kur s'ka romancë dhe komedi nuk e shoh.
Ka një gjë për filmat horror në fakt që thuhet që është domethënë kaloritë që ti humb teksa sheh një film horror për shkak të tmerrit që përjeton, janë të ngjashme ose le të themi të barabarta me 30 minuta ecje ose palestë. Unë jam nga ato njerëzit që nuk ka frikë të shoh film horror, domethënë praktikisht po flas për kur kam qenë shumë e re. Edhe derisa më dole nga qefi, tani mendoj që zhanri i filmave horror është një ndër zhanret më të shitur kudo nëpër kinemat e botës. Është rikthyer si trend e çuditshme. Dhe që kthehemi te Mother për Nën Terezën, ja, çfarë gabimi jetësor. Domethënë filma për Nën Terezë duhet të bënte Shqipëria, Kosova, Maqedonia, shqiptarët e Maqedonisë. Ai që po flisnim që parë. Edhe nuk duhet të dalë dikush tjetër, sepse sa herë përmendet Nëna Terezë, Maqedonësit marrin sikur është Nëna Tereza atyre. Në fakt, domethënë kur ju thua që Nëna Tereza është shqiptare dhe njerëzit thonë jo, nuk është Nëna Tereza shqiptare. Ne duhet që vlerat tona si Nën Terezën, si historikun ta jetësojmë, sepse pasaporta më e mirë e një kombe, e një shteti janë filmat artistik. Shumë e vërtetë. Dhe ka shumë pak prodhime për duhet të bëjmë një Skënderbeu, duhet të bëjmë një Nën Terezë. Duhet të flasim, duhet të bëjmë filma mbi shkrimtarët tanë. Kam përshtypjen që filma për këto personazhe janë produksione të mëdha kinematografike dhe shumë serioze që duan një angazhim të jashtëzakonshëm. Të bësh një film të dytë për Skënderbeun ose një film për Nën Terezën. Patjetër, po nuk i mungon asgjë shtetit shqiptar, mos i japi akses askujt prej regjisorëve, t'i japi vetëm një regjisori që të bëjë një projekt madhor për filmat historik. E vërtet. Që të na njohë bota, mos na di vetëm ka ardhur koha ta bëjmë. Po, e vërtet. Ne duam të dhurojmë edhe një bilet dhurat nga Cineplex, ish bilet dyshe, çift, mund të shkosh me një mike, me njërin nga fëmijët ose dy fëmijët e tu. Është bilet pa datë. Okej. Dhe është do blej 2 bileta tjera. Do t'i garantojmë edhe 2 të tjera, se në fakt po, në rastin e Ariolës duhet të ishin 4. Do ta shohësh, pra pak është pa datë, mund të shkosh për filmin Mother, mund të shkosh për një film tjetër, për të duash ti. Do t'ja dhuroj Alesias për Avatarin që del së shpejti. Perfekt fare. Perfekt. Tani në fund fare, Ariola, flia e kujt është? E Tropojës. Po pse e kujt është? Domethënë ka një diskutim gjithmonë. Ka një debat fort. Është e Tropojës, është mendoj që është e gastronomisë veriore. Le ta lejmë kështu se nuk e ka gjetur njëri. Po, mund të dajmë kush e bën më mirë dhe unë gjej që në Tropojë bëhet më mirë se në asnjë vend tjetër.